Po, ndryshimi i madh po vjen dhe unë dua t'ju informoj, sepse pikërisht viti 2026 do t'jetë viti deciziv. Ai që do të ndaj specjen dhe në nën specjen. E di që për disa këto duken si fantazi. Në fakt, ç'është e vërteta kisha menduar që mos ta bëja këtë video, por unë dua t'ju informoj sepse tashmë jemi me mira këtu dhe nëse shumë prej jush gjenden këtu në këtë faqe, padyshim kërkojnë që të informohen. Dhe unë me aq sa di dua t'ju informoj. Ju garantoj që viti 2026 është viti deciziv që do të ndaj qenjen tuaj, karakterin tuaj, mendjen tuaj, të ardhmen tuaj dhe të fëmijëve tuaj. Pse? Tani po ja u tregoj. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëherë teksa kemi 2 minuta kohë, do t'ju tregoj diçka që po ndodh kohët e fundit. Të mbani mend që çdo gjë ndryshon gradualisht, pra zhvillohet gradualisht dhe njeriu nuk e kupton dhe mendon që çdo gjë është normale. Pra ka ndodhur gjithmonë kështu dhe kështu është. S'është as pak e vërtet, sepse ato çka do të ndodhi, ato çka po ndodhin aktualisht dhe çfarë do të ndodhi në të ardhmen, janë vërtet unike në këtë jetë që po jeton njeriu Homo sapiens. Ja u garantoj për këtë. Nëse njeriu mendon që ka jetuar edhe para viteve 2030 në forma të tjera dhe pastaj u shkatërrua bota dhe u ndërtua sërish, nuk po flas për atë, por po flas për Homo sapiens duke filluar që nga 12.000 vite më parë deri tani. Nuk ishte hasur në një situatë si kjo. Ky është momenti deciziv që do të zhvillohet jo vetëm truri i njeriut, por edhe qelizat në përgjithësi, energjia në përgjithësi sepse do të jetë krejt ndryshe. Nëse e mbani mend, kemi folur për një eveniment që do të ndodh pikërisht në datën 12 gusht. E mbani mendet që tregoj që s'është e vërtet, por tregohet që bota, pra planeti Tokë do të ketë një moment, me një fjalë, graviteti, që nuk do të funksionoj graviteti. Është absurde. Me një fjalë, nuk ndihet as pak një gjë e tillë, por doja t'ju thosha me këtë që është një eveniment që ndodh në mijëra vjet. Pra nuk ndodh për shpesh, por ndodh në mijëra vjet. Dhe ky eveniment duhet që t'ju bëj të kuptoni që diçka po ndodh atje jashtë dhe ne nuk jemi në gjendje ta kuptojmë. Shkenca akoma sot mendon që zhvillimi i njeriut bëhet vetëm në ambientin ku gjendet me informacionet që merr nga njëri tjetri. Nuk është as pak e vërtet. Por përveç kësaj, pra një pjesë është e vërtet, sepse normal që zhvillimi është bërë në bazë të disa informacioneve që merr njeriu dhe i përcjell këto tek njëri tjetri, por duhet të dini që të gjitha informacionet që i merr nga universi. Unë kam një pafundësi personazhesh të famshëm, duke filluar që nga kohrat e lashta, që ishin në kontakt, që nga Trismegistra, sepse tregohet disa thonë që Trismegistra ishte një alien ose një diçka që nuk ishte njerëzore. Por po ju them këtë, pak rëndësi ka kjo. E rëndësishme është që nga Trismegistra deri sot gjeni me mijëra, me miliona njerëz që ishin në kontakte me forma të tjera jete dhe janë ende në kontakte. Dhe kanë marrë informacione që nga pastaj Leonardo da Vinci, Einstein etj. Që të gjithë këta kanë marrë informacione nga universi. Pra, sepse duhet të dini që njerëzimi, edhe ta marrin në mënyrë shkencore këtë, njerëzimi jeton në një univers që është një qenie e përgjithshme. Pra një qenie që jeton, secili prej nesh merr informacionin aty, tek universi. Sepse universi na dha jetë, universi na dha mendjen, universi na dha fjalën, çdo gjë. Pra ne dijen ton e marrim nga universi dhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm. Por në disa momente informacioni ka ardhur në mënyrë direkte, pra duke e diktuar në mendje një personazh, duke i thënë se çfarë duhet të bënte në shpikjen e tij. Dhe unë thash kam një pafundësi gjërash që informacionesh të disa shpikjeve që nuk i ka bërë njeriu, por kanë ardhur nga universi. Dhe është ky fakti që ka bërë zhvillimin njeriu. Pra nga disa individ, por i ka marrë nga universi. Dhe nëse ndryshojnë vibrimet, pra frekuencat e tij në univers, ndryshojnë edhe në njeri. Dhe ajo që po ndodh në këtë periudhë, sepse duke filluar që nga viti 2000 ka ndryshuar çdo gjë. Ne nuk e kuptojmë. Nuk e kuptojmë sepse ne gjendemi brenda
universit, brenda botës, brenda, si mund t'ja them unë, gjendemi në brendësi. Dhe po ta shikosh nga larg, të tërhiqesh pak dhe të shikosh, thua dreqe mori, por në vitet e fundit ke bërë një zhvillim kolosal. Merrni mend që deri në vitin 1800 ne jetonim nëpër guva dhe esni me kuaj dhe luftoni me shpata. Kurse sot gjendemi në një avion me një telefon në dorë etj. Bile do t'ju them, kam me qindra njerëz që janë në kontakt me forma të tjera jete, që i kam seleksionuar ndër vite, keni dëgjuar të më 10 herë, që janë shtuar gjithmonë më shumë. Pra vitet e fundit janë shtuar më shumë. Tjetra që është akoma më rëndësishme, është bërë një studim që e kemi bërë edhe më ndiqni me kujdes, është bërë një studim në vitet e fundit dhe është vënë re që në 40% të njerëzve disa kanë dëgjuar zëra të çuditshëm që nuk kanë lidhje fare me botën reale, por zëra që vijnë nga halucinacione, nga universi, thuani si të doni. Dhe 20% prej këtyre vazhdojnë akoma që të kenë kontakte me këtë zë, dhe kjo është shkencore, nuk është se e kam shpikur unë, ose e ka thënë dikush kot më kot, është shkencore. Pra, për të gjitha këto informacione, dua të jemi qartë që po krijohet një zhvillim kolosal i universit, sepse me fjalë po lëviz universi, po lëvizin frekuencat që nuk janë më si përpara, dhe kjo duke ndryshuar frekuencat e universit bën që të ndryshoj edhe mendja e njeriut, pra frekuencat e njeriut. Tani, pse ju thash në fillim që hapa të bisedën që njeriu duhet vendos në qofse do të bëj pjesë në specie apo në nën specie. Pikërisht e kam thënë që në vitin 2011 kur flisim në emisionin Enigma, që thoshja që do vi një ditë që bota do të ndahet në specie dhe në nën specie. Dhe unë them që ky është momenti, sepse duke filluar pikërisht nga viti 2026 do të ndryshojnë shumë gjëra, do të ketë një zhvillim kolosal. Dhe zhvillimi kolosal do të bëjë që edhe mendja e njeriu nuk e pranon. Si t'ja u them unë, për shembull, do t'ja u them më qartë, tash kisha vendosur që mos ta bëja këtë video, shumë njerëz ndoshta nuk do më kuptojnë, por unë shpresoj që të më kuptoni. Do futemi në një dhomë. Nëse futesh në një dhomë që është hiperbarika, si mund të quhet, që ka frekuenca të tjera, si do ta përballoj trupi? Ose nëse futesh në një dhomë që është nxehtë, si do ta përballoj trupi nëse nuk është i përgatitur? Pra, për të gjitha këto është edhe ajo duhet të përgatitet për sa i përket frekuencave të mendjes. Në qoftë se universi pra përgatitet ose zhvillohet ose frekuencat do të jenë ndryshe, edhe njeriu do të jetë ndryshe. Disa prej jush do thonë, po mirë, Zoti apo Perëndia apo kush ka krijuar botën nuk e di këtë, e di shumë mirë. Në fakt, nëse e keni vënë re në këto kontaktet me forma të tjera jete, kohët e fundit, që të gjithë kontaktistët thonë një diçka, nuk ka më kohë, nuk ka kohë. Pse thonë fjalën nuk ka kohë? Unë e kam studiuar gjatë, e kam menduar gjatë, kam kërkuar gjatë, se përse thuhet që njeriu nuk ka kohë. Pra, të gjitha kontaktet që janë me të gjitha speciet, që të gjithë thonë të njëjtën fjalë. Nuk ka kohë, pse nuk ka kohë? Ndoshta e keni dëgjuar, lexoni, kërkoni, të gjithë ata që janë kontaktistë, që kanë kontakte me forma të tjera jete, që të gjithë thonë të njëjtën gjë. Thonë, janë këto, më falni, si quhen këto të këtyre spiders, ranjatelle, nuk më vjen tani. Shtrati me rimangave në për fytyrë, sepse tani fillojnë dhe lëvizin, më falni. Dhe po thoshja, nëse keni vëre në të gjitha këto kontaktet, që të gjithë thonë të njëjtën gjë. Të gjithë thonë nuk ka kohë. Nuk ka kohë pikërisht pra, sepse po ndryshojnë frekuencat e universit. Dhe ky është momenti i fillimit deciziv që do të jetë i fortë, pra do të jetë një frekuencë shumë më e fortë se sa më përpara. Nëse që nga viti 2000 deri tani ishin sapo ishte fillimi dhe ende e shikoni me klimën, e shikoni me ndryshimin kolosal të njerëzve, të botës, të stinëve etj. Ju do të shikoni se çfarë do të ndodh pas vitit 2027. Në një kohë shumë të shkurtër, po them 3-4 vite, 5 vite, mbajeni mend këtë. Dhe e dini shumë mirë që në informacionet që kam dhënë deri tani nuk kam gabuar. Dhe nëse mbani mend tash në emisionin Enigma kam thënë që njeriu do të ndahet në specie dhe në nën specie. Unë po ja u lejoj çfarë do të bëjmë, do të thotë njëri nga ju, çfarë do të bëjmë? Perëndia, Zoti, krijuesi ka mesazherët, ka informacionet që i ndan nëpërmjet kontaktistëve, nëpërmjet atyre që thonë që kanë halucinacione o janë kontakte me disa forma të tjera jete. Mos i neglizhoni.
Mos i neglizhoni sepse janë ata që janë më përpara se ne. Ne na duket sikur janë të çmendur, por nuk është e vërtet, sepse kanë informacione shumë herë më të mëdha se ne. Dhe diçka po ndodh atje jashtë dhe të gjithë e kanë kuptuar këtë. Përveç kësaj, të gjitha këto informacione që po thon tani për sa i përket jetës jashtëtoksore, që do të vijnë në kontakt së afërmi etj. Pikërisht pra sepse nga zhvillimi. Mirë po, nëse doni që të bëni pjesë pra në njerëzit e zhvilluar, atëre hapini dritaret e mendjes, hapini mendimin tuaj, lereni që të futet mendimi dhe pastaj diskutojeni në fund. Prisni përpara se të flisni, numëroni deri në 3. Disa thonë, të vjetrit tanë thoshin deri në 10. Numëro dhe pastaj përgjigju. Pra mos fyeni, mos ofendoni, por dëgjoni me kujdes ato që ka thonë të gjithë këta që janë kontaktista ose ata që thonë që po vjen ndryshimi i madh. Dhe pastaj vendosni, sepse është për të mirën tuaj. Pra ndryshimi vjen tek ju. Hapini dyrë dhe mos mendoni që ju nuk arrini dot të jeni kontaktist ose nuk kontaktoni dot. Mjaft që ta dëshirosh, çdo gjë nëse ti e do, realizohet. Dhe mos mendoni që jeni më pak se sa të tjerët. Jeni më shumë, secili prej jush është unik. Dhe ai si mund të quhet, ai unik që keni brenda jush nuk mund të krahasohet me askënd në botë. Ndaj duhet jeni ju, nuk ka askush tjetër, vetëm ju. Ju jeni aty në rrugën tuaj, ju gjendeni aty në këtë moment, ju duhet kërkoni informacionin, ju jeni ata që të dëgjoni dhe të reflektoni, pra ju. Nuk ka askush tjetër që t'ju ndihmoj, por veç ju. Dhe gjejeni forcën mes jush, gjejeni brenda jush forcën dhe hapni dritaret e dijeve. Dhe do të shikoni që shumë shpejt do t'jeni në rrugën e dur. Unë them si gjithmonë edhe si kam shkruar në librin tim, unë mendoj që t'jem një pjesës e vogël si një kapiten dhe mendoj që në këta anije që po lundron drejt detit hapur mund të informoj sa më shumë pjesëtar të anijes që të mund të arrim në breg të detit sa më shpejt dhe të arrim sa më shumë. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe kalofshin ditë bukur.